Përket, do ketë skemat të tilla Tigri 1 dhe Tigri 3 ku marrën dhe zhvatën miliona euro, ndërsa energji elektrike nuk prodhohet. Për të kuptuar çfarë do ndodh me këto, saktësisht? Së pari, le të bëjmë gjithë dakord që ajo që i është shitur publikut shqiptar si një skem e marrjes në qira e dy anijeve barxhave që prodhojnë energji, Tigri 1 dhe Tigri 3, në të vërtetë është një mashtrim, sepse kontrata në thelb është një kontratë blerje, nuk është një kontratë e shitjes e marrjes me qira e para. E dyta, teknologjia e këtyre anijeve është mjaft e vjetër, më shumë se 30 vjeçare dhe ndotja edhe për shkak të materialit parë, lëndës parë, naftës së rëndë që ato punojnë është shumë e madhe. Dhe ta vësh këtë ndotje në një ndër gjiret më të bukura të jugut, sigurisht që ka një impakt të tmerrshëm mbi qytetin e Vlorës, por edhe mbi turizmin në qytetin e Vlorës. Për të kuptuar më mirë absurditetin e Tigrit 1 dhe Tigrit 3, ose më saktë le të themi nivelin e korrupsionit, sepse nuk ka asgjë absurde në këtë botë. Mjafton t'ju them që nëse fatura financiare e dy tigrave shkon rreth 90 milionë euro, pak a shumë, do të mjaftonin 32 milionë euro për të shtruar tubacionin e gazit nga dalja e gazit në seman të Fierit, nga gazit të Tapit, dhe për ta çuar drejt tecit të Vlorës. Dhe do të mjaftonin gjithashtu 40 apo 50 milion euro për të riparuar defektet në tecin e Vlorës dhe për ta kthyer tecin e Vlorës në gjendje pune. Dhe imagjinoni me 90 milion euro të hedhura apo dollar, pak a shumë, të hedhura në drejtimin e dur, ne sot do kishim një tet Vlore që punon me gaz, që që ka të njëjtë kapacitet sa të dyja anijet të marrë së bashku, rreth 100-105 megawatt të instaluar, që ndotjen do ta kishte 50% sa ndotja, në mos edhe 70% më pak se sa ndotja e të dy tigrave, dhe do të ishte aset i qeverisë shqiptare. Imagjinoni tjetrën që në vend që të bëhet ky investim, bëhet investimi në drejtimin e kundërt. Blihen dy anije që në fakt janë e kurishte, nuk vjen puna skujt, për të cilat anije dhe nuk ja vlen nuk prodhohet, sepse koston e prodhimit të energjisë elektrike e kanë rreth 20 herë më të lartë se sa kosto që prodhojnë energjia nga kaskada, apo 2 herë më të lartë apo 3 herë më të lartë nga kosto që mund ta gjesh për momentin energjinë në treg. Dhe kjo është diçka që është për të vënë duart në kokë, është pak të thuash. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë që Shqipëria e ka pasur mundësinë të shfrytëzojë gazin natyror të Tapit që në vitin 2019. Që në vitin 2014, Bledi dashur, qeveria shqiptare me kryeministrin Edi Rama prej 5 vitesh ka patur mundësi, zoti